miq të dashur, mirë se erdhët, e paçi një ditë të mbar, e sigurisht që mirë se erdhën këtë të premte, dua t'ja uroj edhe koleges Daliana Sejdia që këtë të premte është në kuzhinë me ne. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes tani nga gjithmonë kënaqësi, mirëmëngjes edhe të gjitha zonjave, grave, vajzave, por edhe burrave që ndodhen në shtëpi në këtë moment po na ndjekin dhe janë kurështarë se çfarë recete do gatojmë ne sot. Ti sot. Po. Si ke qenë, si ke shkuar do bashkëpunoni Mila, kështu më the fakt. Këtë them gjithmonë derisa të vinë njerëzit këtu. Okej. Pastaj një vetëm. Pastaj pres ti provoj se çfarë ju do bën. Jam shumë e kënaqur të të kem këtu, të shohim në një format krejt ndryshe. E di çfarë po mendoja se sigurisht kishin bërë një grafik të miqve dhe bashkëpunëtorëve tanë në News 24 që do të ishin nga Radio të Premte në studio dhe këtë të premten me zor po e prisja. Në thua shtypse. Nëse hap rrjetet sociale të Dalianës, she udhëtime, restorante, pjata dhe thua ha në njërë në shtëpi. Kjo vajzë a gatua ndonjëherë, a e vën ndonjëherë përparsen? Sado e pabesueshme mund të duket, se edhe me kolegët bëjmë shaka gjithmonë pse gatuan ti, kur unë përmend recetat e mia pse gatuan ti, po them dhe unë në shtëpi dhe personalisht preferoj shumë që të konsumoj ushqim shtëpie. Do me thënë, restorantet është ajo pjesa që ne nxjerrim çështje estetike në Instagram, por nuk është se i frekuentoj dhe aq shpesh. Përditshmëria ime sigurisht të përfshin në receta të bëra mirë në shtëpi. Kështu që po, gatuaj dhe përpiqem të gatuaj shumë mirë. Dhe përveç asaj, ne dim që ti je një person që preferon të jetosh shëndetshëm, të konsumosh shëndetshëm. Kështu që në fakt këtu bëhet lidhja, se ata që duan të jetojnë shëndetshëm i besojnë her pas here duarve të veta, i besojnë atij vajtu liri që do merret me mik në një zonë të caktuar. Dijojmë ta bëjmë këtë. E di, si një pjesë e mirë jona, kështu që këtu fillon kujdesi për shëndetin dhe dëshira për të konsumuar diçka të shëndetshme nga duart tona të pastëre kështu me radhë. Sot kemi zgjedhur receta të thjeshta, pa diskutim, edhe në varësi të kohës që kemi në dispozicion, por shumë të shijshme. Kështu që unë dua t'i prezantosh ti. Po, do bëjmë fillimisht brusketa, të cilat kam zgjedhur që të jenë brusketa mesdhetare, pra ku përfshihet domate, pak qep, pak hudhër, vaj ulliri, ka i ekstra i virgjër, i marr me mik, si gjithmonë. Dhe pasta. Pasta me pesto. Pesto të bërë vetë. Pesto të bërë vetë, po, që bëhet shumë e mirë në fakt. Me burrata, besoj që do dalin shumë të shijshme, unë i bëj shpesh në shtëpi, sidomos kur kam dëshirë që të gatuaj ndonjë recetë të thjeshtë, të shpejtë, gjithmonë zgjidhat janë pastat dhe pastat nuk të lën asnjëherë në balë. Po, edhe asnjëherë nuk të mërziten, sepse vërtet zgjedh pastën, po ndërkohë mënyra se si i shoqëron ti gatuash e kthen në një pjatë të re. Ne sot do të gatuaj me pastaola. Kështu që ky është propozimi ynë në Villa 24 çdo ditë, sa herë që ne janë për pak me miell, se Ola ka dhe mielli në të njëjtën kohë. Unë Ola zgjedh për të gatuar edhe në shtëpi, po, e vërtet. Shumë të mira. Fusilit ke zgjedhur sot? Po, fusilit mund të bëhet me çdo lloj paste, domethënë varet nga preferenca e gjithë secilit, por unë preferoj fusilit. Duke qenë se janë edhe të thjeshta për të gatuar, edhe të këndshme për të parë, edhe të shijshme gjithashtu. Po, edhe vishen kështu me atë salcën kremoze, kalon në për të mirë. Tani do më thuash, nga do e nisim punën, si mendon? E nisim pak nga pastat, fillimisht e kemi vendosur ujin për të zier, kështu që i hedhim vetëm pak krip, dhe më pas, besoj furrën e kemi para ngrohur. E kemi para ngrohur dhe unë do rirojet e furra, se buket na digjen këtu. Dora nuk lëvizat. Jo, nuk do ta bëj gabimin e ca ditëve më parë. E ndoshja me kujdes. Dhe kur mendova sot, pra bukë të thekura në furrë sot. Okej, ujin e kemi gati, sigurisht që ca procese pune këtu ne i bëjmë pak më herët që të kursejmë kohën. Po, besoj që këtë proces nuk kemi për ta dëshmuar shumë, sepse zakonisht e din të gjithë që uj makaronave sigurisht zgjedh i pari. Hedhim dhe pak krip. Okej. Lëmë sa të na tretet pak edhe kripa dhe shumë shpejt do të shtojmë edhe makaronat. I marrim brusketa tani i vendosim në... Ti ngrohim, ti japim një të ngrohur në furrë, ashtu e bëjmë. Mirë. Nëse do diçka nga unë, më thuaj. Ti vendosëm bukët? Po, do më ndihmoje shumë. Okej, e morëm këtë. Ne më mirë këtu, se atje zona shohin ç'a bëjmë, kupton? Okej.
Që dhjo, janë që jam. Nuk jemi mësuar të gatuajmë, po jo që na ndjekin me kamera, kupton? Maksimumi na ndjekin për të na provuar ndërkohë që po i bëjmë. Po, tamam. Ose për ndonjë sy nga këto të mamave që i shtove këtë? Mamin e kam në kamera zakonisht kur bëj recetat e gatimit, sepse gjithmonë, në si mamat shqiptare, nuk e di nëse të ndodhe ty, Nila, që i thua më jep pak gramaturën, se ne i kemi çdo gjë në shtëpi. Është përgjigja. Po ti hidhi, po ti mbaj e kamerën hapur dhe hidhi, edhe pak mi mamë që të lidhet mirë brumi, po edhe sa pak është pak. Ti gatuan me kamera? Me mamin, po, receta tradicionale i bëjmë me mamin në kamera. Dhe sa herë që mi thot, përvësi se i shënoj, kam dëshirë për syrin e saj që e shikon brumin nga kamera. Nëse është mjaftueshëm mirë i lidhur, që unë vazhdoj pjesën tjetër të procesit gatimit. Okej, po i qau i këto në fund. Voilà, kaq kanë bukët. Më thjerë se sot, ne nuk kemi... Pastaj të ka urdisjen me vaj, ato grirjet e qepës domates, i bëjmë në fund, pasi të jenë tekur pak bukë. Ndërkohë hedhim makarona. Janë, me që se folëm dhe përmendëm pak recetat tradicionale. Nga origjina jote, për qëfar shquhen në gatim? Qëfar të pëlqenaj shumë sa me zër pret të shkosh në zonën tënde për të provuar qëfar, një pjatë? Tani zona e veriut ka... byrekët, pite i themi ne, gjithashtu flin dhe mishin e kuq, e përdorim shumë. Unë jam mish ngrënëse. Kështu që ti që nke... Po, kështu që i përshtatem shumë të gjithë, të bëjmë gjysmën e pakos, Nila, mos të bëjmë të gjithën. Po, të bëjmë 250 gram. Po, dhe se kemi shënuar edhe në recet. Po, që kemi dhe në recet dhe shumë shpejt do ta kemi recetën në ekran për ta parë. Po veti gatuan këto recetet, apo se që kam ca sekreta atje që... Të them të drejtën... Fulat druri në zjarë, në... Po, e vërtet. Më thënë, flia është pothuaj se e pa mundur, pasi duhet kesh një ambient mesaq, po dhe është... Kam provuar thjesht të asistoj kur bëhet flia, madje ka qenë edhe një video që e pata postuar në Instagram dhe shkoj virale, si ishte një gjë shumë interesante, po më gjykuan se ishte ditë vere ku ne po e gatuanim dhe kësha vënë syze dhe me demek po bën sikur, po në fakt asistova dhe i ndihmova për ta bërë. Pra po bëja pun të vërtet, nuk është se po bëja kot thjesht për një video në Instagram, po prap nuk është se dita gatuaj flin, ndërsa byrek mu kam mësuar mami një metodë super të thjesht që bëhet me 2 pet, sepse të hap pet njëra pas tjetrës është pak e vështirë. Dhe sa herë që unë kam dëshirë që të hap byrek, apo pite si që themi ne, unë shkoj te mami, e marr rrugës në telefon që ta gjithë e gati. Sigurisht. Megjithatë ka një gjë, te mami ka gjithmonë diçka për të ngrënë. Po, patjetër. Sajohet gjithmonë. Ka një gjë gjysmë gati, e çuditshme. Shkova dje Nila te mami për ta treguar dhe i thash, tha kam bërë makarone. Tash makarona bëjnë në shtëpi, thash unë vite mami për të ngrënë ndonjë gjë tradicionale, ndonjë gjë të mirë. Tha, më jep sa pak minuta kohë. Ti vazhdo ta bëj muhabet me babin, do të thënë, nënat shqiptare e kanë këtë super fuqi them unë. Të thonë mirëdita ose mirëmbrëma, futen në kuzhinë dhe për 30-40 minuta ti shikon shumë lëshmëri pjatash, po. Edhe sikur mos kenë asgjë, i sajojnë. E vërtet. Edhe i kam mësuar një çik edhe koha, kur hyrje daljet ishin më të shpeshta. Dhe në atë mungesë kushte shpesh edhe ndjesë ekonomike që kam patur, asnjëherë nuk thonin skam. E vërtet. Gjithmonë do kishte një gjë. Kështu që si themi gjithmonë, ushqimi ndonjëherë tavolina do dashurin mbi të gjitha. E vërtet, shumë e vërtet. Edhe se të shijojnë pastaj, qoftë ajo buka me djathë dhe me domate. Bukët moj aman. Bukët mos i harrojmë se janë forcuar apo ti lë të marrin dhe pak ngjyrë? Edhe pak fare ngjyrë, them. Okej. Atëherë, a i shojmë pak në ekran në recetat që Daliana ka sjellë sot për Villa 24 janë këto, pasta me djathë burrata, përbërësi, siç e tham, 250 gram makarona, 300 gram djathë burrata, 2 lug gjelle me pesto genovese, që pestoja shumë interesante të bëhet vetë në fakt dhe Daliana shkrues na e sjelli të bërë vetë, po do na e tregosh pak edhe mënyrën se si. 2 thelpinj hudhër, 2 lug gjelle djathë parmigiano, kështu nga sipër besoj do ta kemi? Po, në fund. Kripa, piperi, cip limoni dhe majdanozi freskët. Si që tham, peston është mirë që ta gatuajmë vetë, është krejtësisht e thjesht për ta bërë. Mjafton që të marrim në një blender, të hedhim borzilok të freskët, vaj ulliri, pak lëng limoni, pistakjo, ose stika pishe, si të kene dëshirë, por unë e bëj me pistakjo, pasi merë ka shije pak më intense, krip, piper, pak ujë të ngrohtë për ta bërë sa më kremoze, i përzijem në blender dhe kemi pesto e freskët që mund ta përdorim për pasta ose për hyrë dhe bukën. Janë tamam në kohën e duhur, edhe dalin kanë ata aromën e vet, borziloku shumë i lezetshëm në fakt në kuzhinë. Atëherë, bëjmë gati
Fillojmë, ja, vetëm kam hallin e makaronave. Shohim pak përbërësit në ekran. Brusketa me djathë dhe prosciutto do të sjellim sot. Brusketat janë ndër ato mesore që gjithmonë shijojnë, qoftë me një gotë verë, qoftë për të hapur një vakt të drekës. Mund t'i bëni në variante të ndryshme. Ne sot do t'i sjellim me djathë burrata ose djathë i butë, krem djathi që mund të lyhen, pra të djathi luani vetë sipas bulmetit tuaj të preferuar. Prosciutto, vaj, ulliri dhe erza sipas të shijes suaj. Ndërkohë një variant tjetër që ne do t'i mbushim apo do t'i lyejmë sot do t'jenë kështu me pra bukën e dim, është pjesa kryesore e brusketave, krem djathi, domate, qershi, qepe prerë në kubik, vaj, ulliri dhe krip. Fillojmë nëse këto da duhen coptuar, më jep ndonjë punë nëse ke nevojë të të ndihmoj, nëse jo të mbaj me muhabet, si të Sa desha të thoja, unë zakonisht gjatë gatimit kam qef që të më mbaj me muhabet. Dhe sekret mami nuk e marrë vetëm për më treguar recetën, po nuk dua të diem kur gatuaj vetëm, që janë vetëm në shtëpi, dua që të kesh një shoqëri, të kem një shoqëri për të folur. Kështu që më mbaj me muhabet. Ja, unë pyetje do bëj në lidhje me ushqimin. Kush janë të preferuarat e tua përveç mishit që mësuam, të kripurat, të ëmblat, ndonjë shije ndryshe, moderne, ku di unë si e me... Të ëmblat në fakt unë nuk i preferoj shumë, më shumë jam tek të kripurat, i kam shumë qef pra gatimet me krip, zakonisht nuk besoj që ka shqiptar që nuk i pëlqen brumrat, sado që ndonjëherë konsiderohen si të pashëndetshme, po unë jam e mendimit që gjithçka është tek sasia, kështu që nëse e moderon, nuk ka asgjë të keqe që të konsumoni dhe brumra. Patjetër. Unë gatuaj receta dhe të shpejta, brumrash, ne kemi, i themi pufka, i quajmë llokuma ndonjëherë, që bëhen në kos me sod. Po, që ngjasoj me petullat, po bëhet me atë brumën e fortë, jo me lug. E vërtet, dhe janë pak, nuk thithin dhe shumë vaj, janë shumë të mira, ndonjëherë tjetër, kur të kesh mundësi, do të më ftosh, sepse e kemi diskutuar edhe në grim, sepse kam sjell disa herë pufka. Vërtet janë shumë të mira. Dhe kolegët i kanë qef, kështu që... Po, herën tjetër do t'i bëjmë në studio. Miell kemi sa të duash këtu. Bëjmë pufka për gjithë muajin. Dhe besoj se tani bukët janë gati, mos e lëmë më gjatë që edhe të mos na forcohen. Gjithsesi, keni dhe një syvet, a i ke okej kaq, apo do t'i kthej në furrë? Okej, super fare. Okej, shumë mirë. Perfekt. Janë thekur shumë mirë. Dali, si ke qenë si fëmijë, na zelia në ushqim, apo? Shumë, Nila. Dhe më vjen shumë keq për prindrit që duhet më ndiqnin dhe të më lusnin që të provoja shije të reja, pasi unë kam qenë një fëmijë ekstrem tekanjoz, nuk lugën e kam përdorur shumë vonë për gjellëra. Pse? Vetëm pickoja, po dhe kam qenë shumë sqimatare. Dhe më dhënë hiqja qepën, hiqja specin nga gjella, haja një ushqim një javë resht. Mos më të gjoni, do me thënë, ishë një fëmijët nga ekrani, nuk duhet ta normalizoni këtë gjë. Dhe vetëm shumë vonë, unë kam, nuk po pres të gjithë qepën. Të mbeturinat mundi... Po, ashtë mjafton. Ja, shiko bëjmë një gjë, të jap një... Jemi shumë praktik, Nila, pa merak. Po, që ne kemi aty, po, për efekt ekranit, qëfar kemi për të quar në kosh, ne i vendosim këtu. Dhe kam që shumë tekanjoze, haja një javë të njëjtin ushqim. Tani ke ndryshuar, apo përsëri i ke këto? Kam pasur problem me bulmetrat, me djathin, me gjalpin, kosin, dhe më nisha shumë e vështirë. Ndërsa tani e kam disiplinuar veten dhe shijen që pothuajse të konsumoj çdo lloj ushqimi, përveç gjërave me djam, gjërave kështu që nuk i konsumoj ende. Ti largova, më falë? Domaten qershi? Jo, pa problem. I kemi larë për prekisht. Në udhëtime, sa e rëndësishme është ushqimi? Shpesh, një ndër gjërat që mbahet mend kur vizitojmë një vend caktuar është edhe ajo që ne konsumojmë. Ushqimi, unë preferoj të zgjedh restorante, nëse më para zgjidhja restorante që ishin tourist trap quhen, që janë kurthe për turistët, ato që janë Instagramable, që shkon dhe bën foto për Instagram, tani preferoj t'i zgjedh nga review-t, edhe shkoj në restorante që hahet mirë,
kam shumë dëshirë. Mjafton që të hahet mirë, nuk ka problem nëse është shumë i arreduar bukur, apo është i bukur për të bërë foto. Nëse dua, po, ndryshojnë shijet, sepse nëse dua të ha mirë, zgjedh. E njëjta gjë dhe në Shqipëri. Të njëjtën gjë bëj. Domethënë kam shumë dëshirë që të konsumoj ushqim të mirë, edhe i zgjedh restorantet. Dhe zakonisht jam besnike, nëse diku hahet mirë peshk, rikthehesh. E di që aty do të shkosh për atë lloj pjate. Dhe kam shumë qejf të vizitoj vende të cilat janë të specializuara për një lloj kulinarie, një lloj gatimi. Pra jo që janë zakonisht to kanë sukses, që kanë një menu më të kufizuar, po ndërkohë shquhen për atë pjatë apo për ato 4 minutë e vitit, sipas edhe stinëve, se her pas here menuja ndërtohet edhe në varësi të stinëve. A shpenzon për ushqimin? Je natyrë që bën pazar edhe gjërat që nuk të duhen dhe shpesh që i ka kaluar data e skadencës? Po, e vërtet, e bëj. Guilty, jam fajtore për këtë. Shikon, sa shumë po rrëfehemi sot. Po, ti po më ngacmon shumë me këto gjërat, pikat e mia të dobta. Tani e di që, domethënë, besoj të gjithëve i ndodh, po unë kur shkoj bëj pazar, nuk di të bëj pazar pak. Do me thënë, kur ndaloj me makinë për para marketit, supermarketit, dua t'i marrë të gjitha gjërat. Dhe kam një javë që dedikohem për të bërë lloj recetash, për provuar lloj gjërash, dhe pastaj pas një javë tjetër më bie pak tempi, edhe përfundoj dhe ca gjëra për fat të keq, të panevojshme. T'i hedh ose janë të panevojshme dhe nuk më hynë në punë. Gjithsesi, përpiqem që të gatuaj shëndetshëm, të ha gjëra që janë të shëndetshme, i përzgjedh disi. Besoj këto makaronat janë bërë. Po, besoj se po. Unë të thash më bëj muhabet, po jo ka shumë sa ti... Po, tani, shiko, të marrë në kamerë? Më mirë. Kaloja ndihja saloni, unë dhe flasim kështu. Besoj këto makaronat janë bërë. Edhe një pyetje kam, provon kur gatuan? A ka krip? A është provon? Edhe unë provoj. Vetëm kur isha me agjërim nuk do të thënë refuzoja që ta bëja këtë gjë dhe përpiqesha ta shikoja me sy. A është po me. Edhe është bërë apo jo? Gjithsesi, provoja, tu në shtëpi me. Po, do ta provoj një çik që ta shikoj. Nëse janë bërë, do heqim vetëm pak ujë nga makarona, se besoj do duhet për salcën dhe pjesën tjetër e ngarkullojmë edhe në... Nga konsistenca është bërë. Kështu që unë do heq vetëm pak ujën e makaronave, siç e tham që ta përdor më pas për ta lidhur pak me salcën e pestos, në mënyrë që të dalë çik e mirë. Dhe të lidhet ashtu siç duhet. Të dalë shumë e mirë. Ke besim, të aftësitë e mia të gatimit? Kam besim, po. Më pëlqeu edhe zgjedhja që kishe bërë, kështu që them se... Fantastike. Tani kjo është e nxehtë? Jo. Jo, ajo është okej. Vendose aty se rregullojmë gjatë reklamave. Okej, perfekt. Kështu që thjesht ruajmë ujin, edhe le të shmangim ca punë lavamani, se ndryshe do na ikësh nga këtu. Brusketat fillojmë ti? Ti e di. Okej. Pse mos i fillojmë? I bëjmë një pjesë. Bëjmë këto që janë me... Çfarë të duash ti bëj? Me domate. Janë krejtësisht të thjeshta, mund të grini dhe pak hudër, sipas dëshirës tuaj, gjithmonë. Unë bëra vetëm pak domate thjesht për ta demonstruar, se nuk e di si e kemi efektin e kohës, duhet më thuash. Ne kemi 5 minuta nga ky moment në pjesën e parë. 5 minuta? Okej. E lëm. 5 minuta, jo. Se duhet të merremi besoj pak edhe me salcën e makaronave, apo edhe ajo shpejt bëhet? Po, bëhet shpejt. Si të duash ti menaxhoje, thjesht mendoj që njerëzit të kanë marrë në telefon dhe të kanë thënë po parkojmë. Unë kam me Terezi në shtëpi. Po ke ftuar njerëz dali po thon po parkojmë, jemi shumë afër. Nuk kam shumë seder me ato që ftoj në shtëpi. Edhe mund të prisni pak që të provoni ushqim të mirë. Ja, për 3 personat e parë që parkua. Ja, jep shumë të dera. Mirë se erdhët. I kemi brusketat gati. Ua, nuk kam provuar ndonjëherë të gatuaj në kaq presion. Okej, edhe më pak. Jo, ti vazhdo me Terezin tënde, mos e mendo fare kohën. Okej. Le të mendojmë që... Pastaj ne ca gjëra mund t'i bëjmë dhe gjatë reklamave dhe i shpjegojmë si i kemi bërë. Thjesht mos u ngut, rëndësi ka ti ham të gatuara, makaronat u zinë, kjo ka rëndësi, këto të tjerat hahen edhe kështu. Pak krip, pak piper, hudër tash është preferenciale. Do të grinja hudër ja hedhim në fund? Po, mund t'ja hedhim.
E Ka një gri unë se i ushqim, bëra gjatë duart pis, mos e vrit mendjen. s'ka gjë, ma, nuk Jo, është. jo, të lutem tani, a je ftuara ime? Pa, pa. Në kuzhinë sot je ftuara ime. Unë në emision jam ftuara jote. Ka një gjë që nuk e ha kur dhe thua jo, këtë nuk do ta provoja dot, qoftë dhe këto ushqimet pak të çuditshme, ku diun aziatike, po këto shihet që nuk janë në kulturën tonë. Aziatike unë provova, unë kam vetëm... Po, se ti ke jetuar. Po, kam qënë në Kinë, dhe më thënë i provova ushqimet aziatike dhe të them të drejtën më pëlqyen. Është e madhe e thika? Po, pra është qike madhe. Dali për të shojmë një nga këto të voglat? Provoj njërë me këtë? Janë... Shumë mirë? Po. Okej. Është pak e vështirë të mësohesh me ushqimet aziatike, por gjithsesi edhe aty e disiplinova shijen. Kështu që ishte okej. Perime... Ke qëfar zjedh? Oriz, Ka në një po. pjatë që e ke marrë dhe e gatuan, e përgatit në shtëpi? Aziatike gjithmonë? Jo, të them të Jo, drejtën. i ke lënë aty eksperiencat Jo, i kam me lënë aty kuzhinë. eksperiencat edhe fillova ju riktheva shijeve. Kisha pak të vështirë në fillim, më dukeshin më pas ushqimet që ne gatuajmë tradicionale shumë të rënda, por më pas ishte çështje kohe dhe ju riktheva shijeve tona të rënda. Pa problem. Me dietat si e ke punën? Nuk kam mbajtur asnjëherë dietë. Asnjëherë dietë. Asnjëherë. Edhe pse ti je natyrshëm merresh me aktivitet fizik. Me aktivitet, po, thjesht jam përpjekur që të kontrolloj sasin, por dieta fatmirësisht nuk më është dashur të mbaj, se nuk e them këtë gjë thjesht si çështje krenaria, apo për të jetuar shëndetshëm, por nuk më është dashur të mbaj, pasi kam qenë gjithmonë në këtë peshë trupore dhe kur kam bërë... metabolizmi. Po. Megjithatë, kur themi Edhe jam kujdesur gjithmonë. porcionet janë shumë të rëndësishme, pak nga të gjitha edhe jemi në rregull. Se fundja... I hodha shumë pak hudhër, pjesën tjetër do ta përdorim edhe për brusketat e tjera. Okej. Ndërkohë, do përgatisim pak salcën e Ta fillojmë, thua? Kemi kohë? Po, ja, do na thonë edhe një herë kohën. 2 minuta kohë. Si thua? Ta fillojmë edhe pastaj me çfarë fillon? Me vaj ulliri. Me vaj ulliri. Me vaj Okej, e ulliri. fillojmë ai sa kemi kohë Për dhe të ka pastaj e vazhdojmë kur të pak kthehemi. peston, dhe më pas për të hedhur dhe pak lëngun e makaronave që e ruajtëm, dhe më pas i përziem të gjithë ingredientët bashkë. Okej, mirë, ne japim kohë vajt ullirit të ngrohet, do një çik se është gurja jo dhe duhet ta kishim bën pak më herët, megjithatë. Peston e kemi peston, të bërë gati në blender, të fruluar dhe më parë. ke dhe lugë më të madhe andej nëse të duhet. Po. Se në duka Ishte dalin lidh pak këto edhe- brusketat, 2-3 gjëra ti shtosh nga sipër dhe mbushin tavolinën, ë? Shumë shpesh në tryezë këto kanë më shumë rëndësi, sallaturinat, salcat, brusketat, se sa E vetë di ajo që ndodhë pjata. ndonjëherë edhe kur shkojmë në për restorante, Ngopemi. gjithmonë ngopemi me mensoret. Dhe më pas pjata e dytë është nuk konsumohet Se këto shijojnë asnjëherë. me një gotë edhe me muhabetin. Po, e edhe- vërtet. po. Dhe plus që ne edhe brumrat, bukon i kemi pjesë të përgjithshmërisë tonë, kështu që jemi mësuar që ti... Me kë zjedh të konsumosh një drek, një dark? Do me thënë shoqëria me të cilën ty të shijon ushqimi. Ne kemi një grup shumë të lezetshëm në fakt shoqëror që mblidhemi dhe kur konsumojmë drekat, nuk është drek, dhe më thënë të kap edhe darka. Është nga këtë që ka përcem 5-6. Po. Edhe knaqemi gjithmonë. Dhe më thënë dalim për drek në orë 1 dhe më pas përfundojmë në orë 7-8 në shtëpi. Dhe më thënë janë dreka shumë të gjata që Sa të kapin bukura janë? edhe darkën. Për shkak edhe të... Dali është koha për ta mbyllur. Por ne Okej. mund ta shtojmë peston, ulim temperaturën e sobës që të mos na digjet asgjë dhe kur të kthehemi ta vazhdojmë punën këtu ku e kemi lënë. Okej, do presim vetëm pak hapësirën e marketingu, Daliana dhe unë vazhdojmë të jemi në Shpresoj të isha e kuzhinë. qartë deri tani me Më hapat e shumë s'ka ku gatimit. të shkoj. Publicitet. Ja, ku erdhëm, vazhdojmë të jemi live në Villa 24 me Dalianën që... Sa ishte momenti që do laja ai në të gjithmoja, po u futëm në publicitet. Por ama ti nuk e ndetë në asnjë moment. Edhe Daliana ka qëndruar këtu, ka bërë ca brusketat të tjera gjysmë gati, me idenë që të fitojmë nga koha dhe të kemi mundësi të nxjerrim të mbaruara të dyja pjatat. Po. Përfundova brusketat mesdhetare me domate, me qep, me hudhër, vaj ulliri, krip piper dhe nga ana tjetër dhe brusketat me rikota dhe me prosciutto crudo. Mund të përdorni
ricota, mund të përdorni krem djathi, sipas preferencave tuaja, dhe sipër mund të shtoni prosciutto, pule, crudo, brezaola, dikush mund të preferoj një lloj prosciutto tjetër, dhe i servirim në këtë mënyrë. Okej. Ja, ta demonstrojmë shpejt e shpejt? Ta demonstrojmë, ndërkohë që unë po shoh se ti ke zgjedhur kopan nga tona të prosciutën qafe ty monstro crudo, është shumë e mirë në fakt. Edhe janë dhe feta të prera whole, gjë që ndihmon për t'i hapur dhe për t'i vendosur sipër bukës në bruschetto. Edhe bën shumë shishme. Këto shijojnë shumë, që është e vërteta. Kanë edhe formë të lezetshme. Dalin dhe bukur, po pra, dalin dhe bukur të vendosura në pjatë. U mbush gjysma tavolinës. Tani, më ndihmo pak me ndezjen e sobës, po që të vjojmë me salcën e makaronave. Siç e tham, peston e përgatitur vet, pak vaj ulliri tek tigani, shtojmë peston, kemi ruajtur dhe lëngun, ku na shkoj lëngu makaronave? Aty i kemi afruar këtej. Lëngu i zgjerrjes së makaronave për të lidhur edhe salcën, por fillimisht ja të ngrohet pak. Okej. Ndërkohë, unë po fitoj pak kohë se pesto si kam shtuar krip, për të përmendur. Po, shtoja. Një produkt të domosdoshëm, folëm për të jetuar një shëndetshëm, folëm për vaktet që ndonjëherë nuk na del koha t'i përgatisim, dhe duke qenë se ne nisim këtu ditën shumë herët, e nisim me vezë të ziera, marrim vitaminat, marrim proteinat. Veza zjerë është fantastike. Po. Unë nuk e ndaj asnjëherë në mëngjes, edhe... Po i kemi vezët to vital. Vezë zjerë, avokado është një mëngjes klasik që mua nuk më mërzitet asnjëherë. Po, edhe shijon dhe marrim çfarë na duhet. O vital, po u marr nga ato të voglat. Po, ti merr nga ato 8 nga më të mirat. 8 nga më të mirat, po. Kemi 8, 10 dhe 15 vezët e jetës o vital, në varësi për sa persona, se familjet, për shumë marr 15 vjeçën, se e di që do më duhet se do ta konsumojmë si të zier, si në një omlet, si në gatimet që shpesh e duan edhe një kokër vezë. Atëherë, tani duke qenë se gjërat e makaronave ti i ke nga krau këtej, më thuaj çfarë të duhet si radhë pune dhe të t'i afroj. Makaronat 7 mira janë bërë? Ja kemi funduar. Ska nas gjallë, pas gjë nuk ngjisin, këto janë shumë të mira. Jo, do i shtojmë edhe pak vaj ulliri, është gjithçka, unë nuk preferoj që të përdor shumë gjallë, më shumë i bëj me vaj ulliri, edhe kjo është një shije disiplinuar me kohën, dhe tani kam hequr dorë nga përdorimi i gjallë. Ca receta dhe e duan, sigurisht dhe ca makarona, por zakonisht i bëj me vaj ulliri. Duke qenë se këto janë pasta të lehta, preferoj që ti gatuaj vetëm me vaj ulliri. Kjo është ngrohur. Si jemi me kohën, Nila? U mësove me këtë pyetje në 11 minuta. Do ta shërbejmë dhe bukur në pjatë, kështu që lëre të gatuhet tamam. Shtem dhe pak ujnë. Sa të filloj të lëshoj avu që të thot po e merë temperaturën. Le të rikthejmë pak recetat e Dalianës sot në Villa 24. Ne po gatuajmë dhe jemi duke bërë atë lidhje në makaronave me salcën e pestos. Këto janë të gjithë përbërësit, 250 gram makarona, 300 gram djathë burrata, 2 lugë gjelle pesto genovese, të cilën mund ta bëjmë si thamë edhe më herët fare thjesht në shtëpi, po mund ta merrni dhe gati nëse nuk keni kohë. 2 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle djathë parmigiano, kripi perizi, cip limoni, majdanozi freskët. Bruschetta me djathë edhe, ja, ti lexoj dhe këto që mos i kthehemi më. Bruschetta me djathë dhe prosciutto, përbërësi djathë burrata, djathë i butë, ricota, çfarë të doni ju për ta lyer, të jetë pak i butë pra djathë, prosciutto, vaj ulliri edhe erza sipas dëshirës dhe shijes suaj. E ndërkohë që bruschettat mund t'i mbushim gjithashtu siç bëm edhe ne këtu me bukët e vogla i mbushim me krem djathi, me domate qershi, qepe prerë në kubik, hudhër nëse doni, vaj ulliri, krip. Dhe ju bëf të mirë, kemi mbushur gjysmën e tavolinës në një pjatancë të bukur, në një mesore që hapim oreksin. Po, gati. Mund t'i hedhur makaronat se mu fik dhe soba. Ja vi prapë unë aty e, po s'është me ndjeshmëria, jo edhe. Po, edhe në momentin që e zhvendosa, e ndezim me një herë. Sa po të mbaroj shti me makaronat. T'i hedhim. Okej, bukuri. Kthejmë prapë. Okej, e ke gati. Vjojmë që t'i përzijem tani, që të lidhet salca me makaronat. Si ka raportin me erzat? Nuk ka gjë. Ja, me një pecet. Erzat jam shumë tradicionale në përdorimin e erzave. Pra, kur
shikoj ndonjë recetë që është pak e komplikuar, faleminderit. Të lutem. Pak e komplikuar me përdorimin e erëzave, të them të drejtën, i kam provuar, por nuk është se e kam të mësuar shumë shien me përdorim, nuk pëlqen ta ngarkoj shumë gatimin me erëza. Pavarësisht se ka disa erëza që bëjnë vërtet diferencën. Unë kam një recetë shumë të mirë të supës me thjerza të kuqe, të fruluar, të cilën në fund i shtoj pak në energjik, që unë nuk e kam qef zakonisht ta përdor në recetat e mia, po ja që supës me thjerza i rri perfekt, po. Me çip gjallë të shkrirë, në energjik, pak spec të kuq djegës, ja shton në fund supës së fruluar, dhe ai është sekreti që e transformon një supë me thjerza nga një recetë krejtësisht e thjeshtë në një gjë shumë të mirë, në një shije të re që bën diferencën. E kishte të vështirë të zgjidhje sa çfarë do të gatuaje? Jo, fare. Thjesht doja, të them të drejtën, sekret, doja diçka që mos të dështoja, t'isha e mirë në të bërit të pjatës, por edhe një gjë që unë e bëj shpesh, duhet të thëmë. Që dhe e shijon edhe vetë në të njëjtën kohë. Ta servirim në pjatë? E servirim në pjatë patjetër, vetëm. Na ndihmo me një, po, se do e merja me këtë unë, po. Më mirë nëse kemi një gjë. Është okay, ajo kemi dhe një spatull tjetër. Është perfekt. Shumë, shumë mirë. Gjërat që nuk na duan i kalojmë këtej. Tani si do të bëhet vendosja e djathit? E djathit e vendosim në qendër, ashtu siç është. Topti i burratës e vendosim në qendër dhe më pas shpresoj mjafton për një servirje. Me Terezi, kemi kohë, tani mos u ngut fare. Çfarë të duhet? Okej, super. Marrim edhe burratën. Faleminderit Nila që ndihmon. Sa mirë do ishte që çdo gatim të bëj me asistencë, se ta Nila kjo qëndroi, por nga ana tjetër Nila më ndihmoi shumë edhe me pastrimet e me gjërat. Jo, a është punë në grup, këtu duhem bërë gjërat bashkë, se ndryshe. Burratën e vendosim në mes, një thik do doja unë, të lutem, më ndihmoje. Vendosim në mes, faleminderit. I shtojmë pak vaj ulliri. E kemi ande. Kemi këtu. Mund të shtoni sipas dëshirës edhe fëstëk sipër. Po, se i ka dhe brënda pestoja. Po, duke qenë se i ka dhe pestoja. Ndonjëherë unë e bëj dhe me bajame, ndonjëherë me arra, ndonjëherë mund ta bëni dhe si sallatë të ftohtë, ta lini kështu të ftohet pak, i shtoni dhe pomodorini të kuqe. E merrni me vete në punë, për shembull. Po, vërtet, merr gjëra me vete, merr bukë me vete si? Se kështu ka ngelur termi bukë me vete, domethënë ushqim me tasa. Për mua është luks të marrësh bukë me vete në punë. E kam tentuar disa herë, po unë kam nga një tas për çdo gjë dhe përveç gjaketës që duhet marrë, gjërat e grimit, këpucë, ndonjë gjë tjetër ekstra, produkte për flokët, etj. Më duhet që të marrë dhe qesen e ushqimit. Ndonjëherë gjëra për pastrim kimik, se diti si jemi ne që dalim për ditë në ekran, kështu që ndonjëherë bëhet pak e komplikuar dhe nuk kam kohë që t'i bëj të gjitha këto, por marr. Ka pasur raste që marr bukë me vete. Dhe çfarë ndodh kur të zë dita jashtë, nuk e ka të shkosh në shtëpi, të hash, pra të duhet të konsumosh jashtë. Si e zgjidh? Çfarë zgjedh? Konsumoj jashtë, po përpiqem që të ha vakte të lehta. Unë ushqimet që janë junk food, që përfshin sufllaqe, pica, pra ushqime me shumë kalori dhe që nuk janë fort të shëndetshme, nuk preferoj t'i ha. Më thënë, i konsumoj ndonjëherë shumë rrallë, po për neps. E kuptoj. Asnjëherë si zgjedhje për ta bërë në përditshmërinë time. Me oraret e vakteve si e ke punën? Do të thënë, respekton mëngjesin, respekton orarin e drekës, respekton orën e të grërit disa orë para gjumit. Mëngjesin përpiqem, po. Mëngjesin përpiqem që ta respektoj, ndonjëherë dhe orarin e drekës, në shumicën e rasteve respektoj, ndërsa darkën e kam të pamundur, duke qenë se unë nuk mund të konsumoj ushqim 2 orë përpara transmetimit, kjo e ndërlikon pak situatën, ku mbaroj në orën 9 orarin e punës, ku shkoj në shtëpi, të them të drejtën jam me uritur dhe konsumoj një vakt, që është pak vonë për hir të së vërtetës, por gjithsesi
Do njëherë duhet përshtasim edhe si pas orarit, agendës tonë të përgjithshmërisë dhe nuk besoj se ka diçka të prerë me thikë që duhet konsumuar fiks në këto orë. Tani do donim shumë që ta konsumonim darkën përpara, por që të jepet ko organizmit të tretet. Mirë, hajtë mbarojmë edhe me dekorin e pjatës, edhe me, që nuk janë thjesht dekor, në fakt se parmigiano shkon shumë me pastat. Parmigiano nuk është asnjëherë i tepërt në pasta, është ajo, e ke para të videon që thotë më shto pak parmigiano dhe ai është duke grirë, pa mbarimisht, më thuaj boll, asnjëherë boll. Kështu që i shtojmë dhe pak parmigiano. Bukuri, super. Çfarë të duhet tjetër? Edhe pak borzilok, më fal majdanos, të doja që t'i shtonim. Se borziloku na u bë mendja nga pesto. Nga pesto, po. Ta grim pak që ta kemi... Vetëm se ti pas ke një gjë të mirë, nuk shpërdoron asgjë. Pra e shoh që nuk grin as një flet majdanoz më shumë se ai sa të duhet. Jo, e vërtet, nuk jam. Edhe ka një gjë që... Edhe qepën e tashit e proj një gjysëm qepe, oj që më njanë, nuk e griu. Po, e kam këtë. Unë jam nga ato njerëz që akoma në qoftë se diçka më ka tepruar e puthu ushqimin para se ta e. Pa i disa mirë është kjo? Se të vlerësosh ushqimin është një ndër gjërat më të rëndësishme. Po, ndihem keq në fakt kur hedh ushqim, dhe sinqerisht e putha akoma ushqimin dhe më shikoj njerëzit çuditshëm, po kjo çfarë po bën? Se ne na kanë rritur vatë fjalin që çapa fundit nuk lihet se është ters. Ta kanë thënë ty këtë? Po, ma kanë thënë. E vogël e kam lënë çapën e fundit, nuk e di sa rris që sa fate mi kanë. Dhe në fund fare mund t'i grini pak lëkur lajm ose limoni sipas dëshirës tuaj, por e bën më të freskët, po e vërtet limoni është shumë i këndshëm. Ja, pas pak do të kemi të dyja pjatat pranë njëra tjetrës për t'i parë edhe një herë. Mua më pëlqejnë shumë, jo vetëm të ardhura bukur, por edhe të lehta për të konsumuar si për një vak dreke, po edhe për një mbrëmje. Po, arome fantastike. E ka, po. Kur kalem në publicitet, se doa tha unë e fare. Një shpejt. Unë sa herë që gatuaj gjëra të mira, Nila më ndosh. Jo, gatuaj shumë pak, dhe sa herë që bëjnë ndonjë gjë të mirë, dhe më vjen dikush në shtëpi, sa ki që ndihem, dhe pastaj tentativa e dytë për të arrisjell pjatën është e dështuar. Nuk është asnjëherë njësoj, e çuditshme është. Unë të falenderoj shumë. Shikoni sa të bukura kanë dalë. Edhe unë të për të plot ngjyra dhe plot shije. Eksperiencën. Të lumshin duart. Faleminderit. Ju bëf të mirë nëse e gatuani në shtëpitë tuaja. Ishin receta të thjeshta, por që janë shumë të shishme dhe ja sugjeroj që t'i bëni. Ju faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi herën tjetër të pres për, si quheshin, llokumet ose llokume pufka. Pufka. Okej, do t'i bëjmë edhe ato, do t'i bëjmë në ekran. Faleminderit shumë. Të uroj një ditë të mbarë, fundjavë të mbarë gjithashtu, sepse kemi fundjavën përpara. Gjithashtu. Tani do të shkojmë në publicitet, do të provojmë si janë bërë makaronat shpejt edhe do kthehemi me të ftuarën e parë për sot, pas pak.